Leonard Kumbulla, 30 vjeç, është një person me aftësi të kufizuara dhe pjesë e projektit Shpresa. Prej 8 vitesh, ai është integruar në tregun e punës, duke punuar në një fasoneri në qytetin e Shkodrës. Leonardi tregon se me kalimin e kohës është ambientuar shumë mirë me punën që bën dhe me kolegët e tij. Ai shprehet se ndihet i vlerësuar dhe i përfshirë në ambientin e punës, ndërsa puna i ka lënë më shumë pavarësi dhe besim në vetvete. Ma bërë 8 vite në punë që jam, punoj me ta gratit to, me pantalona, me këmisha, me fanela, për ose bën falë të fanela kështu, paketim, i vej Katalinat i shoh, pantalonat e gjupa gjanat i preferoj shumë në trajtojnë mirë punën. Punonjësia sociale e projektit Shpresa, Nora Banda, shprehet se projekti ka arritur të integrojë në tregun e punës një numër të konsiderueshëm personash me aftësi të kufizuara. Sipas saj, aktualisht rreth 13 djemë dhe vajza janë të punësuar në kompani të ndryshme, ku punojnë me orare të reduktuara, në varësi të mundësive dhe aftësive të tyre. Një prej pikave kyçe është edhe integrimi social shëndetësor i tyre përfitusave. Pjesa më e madhe është në fasonerit, por kemi edhe tek restorantet, kemi tek design, kemi edhe tek fabrika të prodhimit të pijeve. Kemi 13 persona, djemë dhe vajza të përfshirë me orare të reduktuara, sepse lidhet edhe tek kapacitetet intelektuale. Nëpërmjet projekteve të tilla, shumë persona me aftësi të kufizuara po arrin të integrohen në tregun e punës dhe të bëhen pjesë aktive e komunitetit.